Nëse ju do gjeni të typin e kësaj vajzës, që përshkruat pak më sipër, do e gjeni një jetë reale. Erdhi kjo ju goditi, doli fix, siç e përshkruat ju. Do linit përputhen? Po. In a heartbeat do ta lejoj. Edhe unë po. Do thënë me respektin e gjithë produksionit, of course, do bëja go through gjithë punët, jo po do daljen kontratat. Do të thënë etapat si duhen, po. Do i kaloja etapat gjitha se Nuk është se do e linim direkt të kështu leje fare. Stafin e përpunimit kam shumë respekt për ato, për gjithë, edhe vetëm edhe për emisionin, janë shumë njerëz mirë, kështu nuk do ta lija domethënë në kuptim me mirë kuptimin atyre. Po. Jo, edhe pse bëra këtë pyetje në fakt sepse unë ndoshta kam paragjykuar për këtë gjë. Kur ju kam parë në fillim, unë më duk shumë gallat, shumë fan, gjitha këto me radhë, domethënë drejtën, mu bëj shefi. Unë kam pas ndjek shumë përputhen. Ishte e pa evitueshme, domethënë edhe po mos ulesh nga televizori, dilte kudo. Po këto vitet e fundit nuk është se e kam parë me shumë rigorozitet, më tepër çam në rrjetet sociale dhe kur dolët ju tash taj sigurt që janë futur merren me rrjetet sociale gjatë tipi ose ku ta diun se çfarë tip për shembull që bëj edhe stream, tash janë futur për këtë pjesën për të rrit imazhin. Edhe duhet kuptoja nga kjo që jeni futur vërtet për dashurinë apo se për shembull bën sens, pra ju nëse ti gjeni këtë vajzën që doni jashtë, do e lini të përputhen, që të le të kuptosh. Po bën sens për gjithë, jo vetëm për na. Po, që le të kuptosh se s'keni fut vetëm për famën. Se po thonin s'do ta lija, ishte dorë me një që jeni fut për famën dhe nuk është se ju plas shumë pjesa tjetër. Është